Pas pak, në këtë skenë të improvizuar do ndodh magjia. Dy konkurrentë nga secila skuadër do të improvizojnë dhe do të aktorojnë për neve. Unë kam zgjedhur 4 situata të lezetshme. Ne do shohim sa talent kanë vërtet ata. Unë po ulem dhe shikim të kënd. Më në fund në erdhën dhe Starsot. Do të fillojmë me skuadrën e parë, skuadra për sheshi. Dhe duke filluar me Meglin. Megli, je gati? Gjëra që do thoje për kamionin, por jo të dashurën. E ka tytën e madhe, po bën më shumë zhurmë se ç'duhet. Wow. Lesi na ka stresu o burr. Sa qohem gjes, sa ja fuz kështu, s'di që ka bani zhurmë o burr, nuk e di që ka po. Kështu është kur kalot në dorë, burr, s'ka faj. O zemra, ai është i 55-ës, teksa së shprishur tani, mendon se do prishet? Vazhdojmë. Zemra që ka qa marmita, sa rjedhje paske moj. Forca Bernard. Tashi me thon drejtën, unë nuk doja ta shisja. Po nga që ka kalu dorë më dorë, e kishte gjyshi. Ja dha babit. Babi ma kaloi mu. Unë e kisha bu plan për çunin, po më duhen ca lek do ta shes. Shiko se dhe babim ka pasur shumë e më ka thënë që po bëri shumë atë çuditshme, duhet i hedhësh vaj se po shon vetë. Herën e fundit e pata me gjithë shokët e mi, po me që nuk ishte më vend para, 3 veta i futa nga mbrapa. Me thënë të drejtën me që pyte, unë këtë kryesisht e përdor për import malli. Wow. E thellë. Tani kalojmë te situata e dytë. Gjëra që do thoje për qenin, por jo për partnerin. Hajde tu, hajde. Jo me dhëmb, jo me dhëmb. Allah. Hajde, Albi. Shife më sa lezeshme është. E prek, e lepin gjallë nuk e ka fshas. Sa Wow. Futu brenda të thash. Futu brenda që të se kemi orarin e qefjes. Do qefemi. Vllai, si bota ktheu këtë? Po lësho qime vlla, vene pa vend, nuk mundem dot. Mirë. Zemra ime shkoj 12 vjeç, u rrit shumë. Dhe deri tjetër tani, që bëj fëmijët i shet pastaj. Qa ke që ka fshon? Qa ke që ka fshon? Mirë që për ngell kërë kom shiu që ka qef lyme topat akoma. Sa i shkej. Prit! 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 Hajde tani! Tani do kalojmë te situata e tretë. Gjëra që s'duhet t'i thoj dikujt që është në shtratin e vdekjes. Kini kujdes. Kjo
është hera parë që po ikën I pas veshur nga unë. Ndi se nështë asash momenti për shtashëm, se mora vesh dhe para ca ditë kishin fut dhe tubin, po së ndodhi sot nuk e di kur do ndodh. Oh, baba, I zi, u sa të shkurtër e pati. Duro dhe pak, sa të ndroj këtë kostumin, ama, në qafsh mu. Omër ti gjalla, koma ti? Do të kisha dhoni cigare, po vetëm të funit kam për zotë. O zemra e kënë të reziti se s'do zjo është nesër, po unë që jam për punë. O Goni, më falë se shkela pak të tubin, qash? Tubi oksigenit. Goni! Goni! E di që thonë që është kesh një këmbë të varë, por shushyr që kishe 3. Tani është situata e 4 dhe duhet t'jep një maksimumin. Gjëra që s'duhet t'i thoje dikujt në takimin e parë. Falë që u vonova se zakonisht bëj gjithmonë dush pas seksi. Edhe nuk isha shumë kohë dhe erdha shumë shpejt. Më falë, mund ta përshty pak të se që ka shumë e kripur. Gjella! Gjella! Shiko, më beso kur të them që unë para këtij takimi isha një zonjush. Tani jam një zonjë. Po, që të baj kaq zjas herën e parë? Okej, do I pagush ti kafet sot se nda intri për zotë. Pse? Ti dukesh dhe gocë e thellë shu. Hajde Jolene! Kat. Shiko, takimi shkoj shumë mirë, për ndërsa erdi koha të them që e kam pasur emrin Agron. Nëse se për pak ngjen burre. Kjo jotja duket më shishme, ta provoj pak, e ke problem? E di, më kujton pak babin. Se di, ndoshta është nga fakti që porosit e qumësht? Kam humor? S'kam humor? Punon kjo? Gjithsesi, një duartërgjitje tjetër shumë fort për konkurrentët. Bravo, 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 bravo. I lump, ishit shumë përqeshur. Tani, kjo sfidë ka shumë rëndësi. Teksa ata po marrin fletët e tyre të votimit, ata prap se prap, edhe sepse janë dy, vetëm njëri nga ata do përfundojnë në tavolinë e kalamajve. Mos harroni, nuk lejohet të votoni veten. Dhe kujdes, sepse kjo lojë ka 1 deri në 6 pikë. Dhe kjo do të thotë shumë. Dhe kjo mund të ndryshojë çdo lojë tjetër që keni bërë deri tani. Shihemi pas pak. Kalamaja? Ua, dati me mash. Qa po bëni? Do që ka të maskën të shofin, zemi vetëm e të dy. Jo, s'nu ta bëj këtë. Dhe I dedit me fitoje. Kush ka po ma buku, si.
Unë kam piktura, kam bërë dhe firmën këtu. Kam hongër edhe supën, këtu Bravo. hongër akoma. Po ti pse se këndrën supën? Unë jam me dietë. Je me dietë? Ti? Po ha në vizatim do. Ah, okej. Tani dëgjoni. Unë erdha këtu që t'ju bëj dy pyetje. Po patjetër. Dy pyetje. Kush mendoni se do t'jetë fëmija e radhës në këtë tavolinë? Uroj mos jetë asnjë nga skuadra ime e para dhe e dyta nëse do vyj dikush të jetë Flori. Po. Okej, Kent. Unë jam i bindur që nuk do vijë asnjë nga skuadra ime dhe shpresoj të vi mos na ha supën është Bleta. Larg shiftos. Llafja të vesh shurë. Super. Tani, dëgjoni këtu. Ju të dy keni një mundësi që të dilni nga tavolina e fëmijëve. Oh, talking business. Por, kjo do ndodhi në qoftë se skuadra juaj fiton. Raundin prit ta mbaroj. Ju keni xhuruar dhuratat. Mbani mend sfidën e dhuratave? Po. Po, nëse skuadra juaj fiton tani, do të thotë që automatikisht njëra nga skuadrat e juaja dilni nga tavolina e fëmijëve. Po prit. Nëse kjo s'ndodh, Okej. keni një mundësi të dytë. Dy mundësi mo. Kush të fut në këtu? Se dy mundësi. Ta nuk e them dot. Në rregull? Tani mund duhet iki. Sekretet mbajni për vete, Shka. po i kisha votimet. Ky këtu është zarfi që do vulos të gjitha. Është zarfi me të gjithë emrat dhe renditjen e të gjithë konkurrentëve. Atëherë, Hape se nuk e shë njeri. më pëlqen kur bëhet kjo suspans. Kujdes nga Aldi. Tum. Dhe të nga larg. Ne. Tum. Në vendin e parë është Juli. Okej, e morën vesh, se kemi edhe 8 veta tjerë, okej? Matematika. Në vendin e dytë kemi Klean! A e shifni që jam fane? Prit. Okej. Vazhdojmë. Në vendin e tretë kemi Meglin. Në vendin e katërt kemi Albin. Në vendin e pestë kemi Blertën. Bravo. Në vendin e gjashtë kena Bernardin. Dhe dy të fundit që kanë ngelur për të eliminuar. Hajde. Stop. Për publikun, doni që të them direkt emrin e fundit apo para fundit? Atëherë, eliminohet nga kjo sfidë dhe shkon në tavolinën e kalamajve
Artemis.